Banka e Shqipërisë do të rrisë ndjeshëm blerjet e valutës në tregun e brendshëm gjatë vitit 2026, me synim forcimin e rezervës valutore dhe frenimin e mëtejshëm të forcimit të lekut. Sipas Bankës Qendrore, përmes ankandeve janë planifikuar blerje në vlerën 330 deri në 450 milion euro, një nivel dukshëm më i lartë krahasuar me vitin 2025. Gjatë vitit do të zhvillohen gjithsej 26 ankande, shumica e tyre të përqendruara në sezonin veror, ku oferta valutore është më e lartë. Blerjet do të realizohen si në ankande të menjëhershme, ashtu edhe me kontrata në të ardhmen. Shuma për çdo ankand pritet të jetë deri në 12 milion euro, me mundësi zgjerimi në raunde shtesë. Ndërkohë, Banka e Shqipërisë ka ndërhyrë fort edhe gjatë këtij viti, vetëm në 9 mujorin 2025 janë blerë rreth 800 milion euro, kryesisht jashtë kalendarit zyrtar për të shmangur forcimin e mëtejshëm të lekut. Në vitin 2024, blerjet arritën në një rekord historik prej 933 milion eurosh. Ndërhyrjet lidhen me ofertën e lartë valutore dhe rënien e vazhdueshme të kursit euro-lek, i cili ka zbritur në nivele minimale historike. Banka e Shqipërisë argumenton se këto veprime janë të domosdoshme për ruajtjen e stabilitetit monetar dhe kontrollin e inflacionit.